Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën e piva para se të flija, çaj me gjethe ulliri bën mrekulli, ja sëmundje që shëron. Sipas ekspertëve, në mesin e çajrave bimor, më pak të njohur por me një potencial të madh kurativ, renditet pikërisht çaj i gjetheve të ullirit. I përgatitur nga gjethet e pemës të ullirit, ky çaj përdorej që në lashtësi në zonat mesdhetare si një recetë natyrale e cila për shumë probleme shëndetësore mund të jetë tërësisht efikase. Pse konsiderohet e veçantë? Ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Përbërësit e tyre mund të kontribojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe gjithashtu në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe të qarkullimit të gjakut. Mbështet sistemin imunitar, ka veti antibakteriale dhe antivirale duke ndihmuar organizmin tuaj që të përballet me infeksionet. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime sugjerojnë se mund të ndihmojnë në stabilizimin e glukozës, antioksidant i fuqishëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, zgjidhni një lugë çaj me gjethe të thata ulliri në 250 ml ujë për rreth 10 minuta. Kullojeni dhe konsumojeni atë 1 apo 2 herë në ditë. Kujdes, personat të cilët marrin medikamente për tensionin apo diabetit duhet që të konsultohen me mjekun para përdërimit të tyre. Ndërkohë, lëngu i gjetheve të ullirit gjithashtu është një recetë fantastike edhe për tensionin e lartë. Të gjithë ne bijem dakord për vlerat mrekullibërëse të ullirit, por në fakt, a e dini ju që edhe pema e këtij fruti është jashtëzakonisht efektive për shëndetin dhe i gjitha kjo ndodh fal gjeteve fantastike? Gjethet e ullirit janë përdorur për herë të parë në mjekësinë popullore në Egjiptin e lashtë, që prej asaj kohe ka marrë një famë si një mjet i fuqishëm kundër shumë problemeve shëndetësore. Një sër studime shkencore kanë nxjerrë në pas se gjethja e ullirit rrit energjinë në organizëm, mban tensionin e gjakut nën kontroll dhe gjithashtu mbron sistemin kardiovaskular dhe atë imunitar. Gjethet e ullirit janë përdorur që në lashtësi për trajtimin e hipertensionit apo tensionit të lartë të gjakut në mënyrë natyrale. Ne këtu do t'ju sjellim një recetë fantastike se si ju të përgatisni gjethet e ullirit për të ulur tensionin në mënyrë natyrale. Kura me hipertension, ja si ta përgatisni. Në përgatitjen e kësaj kure juve do t'ju duhen 60 deri në 70 gjethe ulliri të thata ose të njuma, të cilat të gjithashtu hidhen në 1 litër ujë dhe zdihen derisa të mbeten 600 ml të tij. Ena lihet e mbuluar dhe lihen që të zdjejnë për 5 deri në 6 minuta. Pastaj kullohet përmes një kullonjëse kuzhine. Pihet 1 filxhan 2 herë në ditë, esëll dhe përpara gjumit për 15 deri në 25 ditë rresht. Disa nga vlerat e verifikuara të përdorimit të gjetheve të ullirit krahas tensionit të gjakut. Ul tensionin e gjakut. Një studim i vitit 2011 tregoi që ekstraktet e gjeteve të ullirit kishin aftësinë që të ulnin tensionin e lartë të gjakut. Pjesëmarrësit në studim konsumuan 500 mg ekstrakt të gjethe ulliri 2 herë në ditë për 8 javë dhe ato ia dolën që të ulnin tensionin pa pasur nevojën e medikamenteve. Përmirëson shëndetin e zemrës. Gjethet e ullirit janë përdorur prej mijëra vitesh si një tonik bimor për të garantuar shëndetin tuaj kardiovaskular,
dhe ato ulin nivelin e kolesterolit dhe gjithashtu mbajnë tensionin e gjakut në një nivel normal. Diabeti. Ekstraktet e gjetheve të ullirit arrin gjithashtu që të ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për më tepër, ky ekstrakt mban nën kontroll nivelin e glukozës në gjak dhe gjithashtu ngadalson prodhimin e sheqerit që shkakton sëmundje inflamatore siç është diabeti. Ndërkohë, ul rrezikun e zhvillimit të qelizave të rrezikshme. Nga njëra anë, gjethet e ullirit duket se kanë një rol të rëndësishëm në trajtimin e natyral të sëmundjeve të këqija. Ato përmbajnë antioksidantë dhe gjithashtu substanca të tjera të cilat kanë aftësinë që të parandalojnë riprodhimin dhe migrimin e qelizave të këqija. Përmirëson gjithashtu funksionet e trurit. Studimet kanë treguar që disa nga përbërësit e gjetheve të ullirit ulin shanset e simptomave të çrregullimeve nervore të cilat kanë lidhje me moshën si demencia dhe Alzheimer. Studimet gjithashtu kanë treguar se radikalet e lira luajnë një rol në zhvillimin e këtyre sëmundjeve. Gjethja e ullirit është e pasur me antioksidantë të cilët luftojnë këto radikale dhe si rrjedhoj e mbrojnë trurin gjithashtu nga humbja e kujtesës. Sipas ekspertëve, gjethet e ullirit kanë përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin tonë. Gjithashtu, sipas tyre, gjethet e ullirit kanë përfitime të jashtëzakonshme për të parandaluar një sër shqetësimesh dhe sëmundje të ndryshme, duke filluar që nga disa tipe si për shembull gripi, infeksione virale të mushkrive, por edhe goditje të tjera të rënda shëndetësore. Të tilla mund të përmendim hepatitin B, bronkopneumonit e të tjerë. Lëngu i gjetheve të ullirit gjithashtu arrin që të bëjë mrekulli ndaj infeksioneve. Këtu vlen që ne të përmendim vlerat e forta kundër infeksioneve në traktin urinar. Përbërësit aktiv dhe esencial të gjetheve të ullinjve fuqizojnë sistemin tuaj imunitar, rrisin energjinë dhe luftojnë mikrobet dhe parazitët. Një efekt surprizë i këtij çaji është aftësia për të normalizuar tensionin e lartë të gjakut, madje arrin edhe që të ekuilibrojë nivelin e sheqerit në gjak, ndaj këshillohet fort për diabetikët. Gjethet e ullirit përmbajnë një antioksidant shumë të fuqishëm, i cili quhet tanin dhe që i jep gjethteve një shije të hidhur. Gjethet kanë veti rrudhëse, tonike dhe kundër temperaturës së lartë. Lëngu i gjettheve të ullirit përdoret me rezultate shumë të mira kundër arteriosklerozës dhe rasteve kur shfaqen sëmundje të shoqëruara me temperaturë të lartë. Falvetive diuretike që këto gjethe pikërisht po i përmbajnë janë se çaji i tyre është një nga mjekimet më funksionale të mjekësisë popullore. Për të përgatitur lëngun nga gjethet e ullirit, ne do t'ju tregojmë se si ta përgatisni. Merrni një enë metalike të cilin duhet ta mbushni me 300 ml ujë dhe ta vini të vlojë. Kur arrihet pika e vlimit, hidhni një sasi prej 20 deri në 25 gjethe të thara të ullirit. Uji së bashku me gjethet duhet të vlojë sërish për 4 deri në 5 minuta dhe më pas hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të ftohet. Ne ju këshillojmë që lëngun ta pini të ngrohtë, pasi të shtoni lëng limoni dhe të tresni pak mjalt. Lëngu i gjetheve të ullirit ofron një shije mrekullisht të kënaqshme dhe të ëmbël, e cila e bën një zgjedhje që nuk duhet ta ndani nga vetja në çdo stil. 3 gota në ditë janë një sasi e këshilluar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.